الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falëndërimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit ton, vulës pejgamberike Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tij deri në ditën e gjykimit, Allahu na bëf prej tyre. Vëllezër, rrallë pare porosis vetën tem, pastaj edhe ju të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala. Kush e ruan lidhjen e tina me Allahun, e sidomos në kohën e fitnave, në kohën kushtohen edhe sprovat edhe më shumë, dije se Allahu subhanahu wa taala do ta ruan atë në kohë të vështirësive. Duke u bazuar në fjalën e Abu Derdës radhiyallahu anhu, ku tha se lutë Allahun subhanahu wa taala në ditët e rahatijës, që ai të përgjigjet juve në ditët kur juve ju vijnë ditë e vështira. Tani, secili prej neve është dëshmitari i kohës të cilën është duke jetuar. Gjërat të cilat jemi duke i përjetuar, gjërat të cilat vazhdojnë edhe ndodhin çdo ditë tek ne. Fitne të mëdha, sprova të mëdha, bela të ndryshme. Por se plaga më e madhe e për cilën dua ta prekim pak sot, është plaga e cila i jepet gjeneratës më të mirë të njerijut, kohës më të mirë të njerijut, e që është rinia e tina. Që është koha e rinijës tina. Rinia është koha e forcës. Rinia është koha kur ti vazhdon edhe e formon veten tënde për një të ardhmen tjetër. Rinia është edhe koha kur ti formohesh edhe punon edhe për ahiretin tënd, Allahu na bëf prej tyre. Rinia edhe sfidat e kohës së sotme. Rinia, vëllezër, duhet të dimë se është forca e këtij ummeti. Për me shku ummetit e para, për me shku një popull të para, duhet ta ketë një rini të mirëfill, duhet ta ketë një rini të fortë, një rini e cila mëson, studion, por se edhe janë të përkushtuar në fenë Allah subhanahu wa taala. Sot rinia goditet me sprova të ndryshme. E që prej tyre vetëm se janë humbja e qëllimit, plotëri nuk e din qëllimin se pse ai jeton. Plotëri nuk e din se qëllimin se për çka ai duhet më u shkollue. Plotëri nuk e din qëllimin se çka ka me bë ai mas 10 viteve. Na e dim që ndoshta nesër nuk jena gjallë, por se ti duhet kesh qëllime. Ti duhet kesh synime se ku ti don me arritë në jetën tënde. Plot prej trive e kanë këtë problem. Edhe nuk e din se çka kanë me veprue me jetën e tyre. Tjetra është depresioni i madh. Stresi i madh. Çdo të ri sot e një 20 vjet, 22 vjet, 25 vjet, 30 vjet, 35 vjet, prapë është i ri. Nëse e vetë çfarë halli ka, thot kam shumë problem, shumë stres kam, shumë depresion kam. Në pikën e rinijës, në moshën më të mirë, në kohën tonë më të mirë, ti e ke ngarku vetëm me këto gjëra. Tjetra është imoraliteti apo zinaja. Zinaja e shumë. Zinaja me të madhe. E shohim të tritet tonë që vazhdojnë me ushtruar me këto. Kur gjabe sa është këtë rinia pe bën çështu. Pse mos me shijuan që të kohë më të mirë, nesa kur plakna nuk u kthim në këtë kohë. Allahu alam. Allahu alam a kena më plak apo nuk kena më plakën hiç. Tjetra është rrjetet sociale që e kanë bë, që është piknisja e keq të rrugëve. Mungesa e identitetit.
Sot rive tonë ju humb identiteti i tyre, nuk e din ata se pe ku e kanë prejardhën edhe çfarë identiteti duhet me pasën. Identiteti kryesor është rruga në Allahun subhanahu teala, që sot ata vazhdojnë me u largue nga kjo rrugë. Pyetja është, kush po a merr zemrat këtyne? Me çka po mashtrohen zemrat e tyne? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka me lëviz këmba e robit ditën e gjykimit derisa të pyetet për 4 gjëra. Edhe njëna prej tyre është wa an shababihi fi ma bala. Edhe për rinin e tina se ku e ka shfrytzuar. Rinin e tina, kohën e tina në rini se ku e ke shfrytzuar dhe çysh e ke kalu ato. Di Allah i dashur se Allah subhanahu taala nuk do të pyes ty vetëm pse sa vite ke jetuar ti, por se do të pyes për forcën tënde se ku e ke harxhu, për jetën tënde, zemrën tënde se ku e ke harxhu ato, edhe ku i ke kaluar netet e tua. Allah subhanahu taala e përmend një shembull të djelmoshave të shpellës. Është histori të cilën të gjithë ata të cilët e kanë lexuar Kur'an e dinë këtë histori. Djelmoshat e shpellës për me e rujtën imanin e tyre, për me e rujtën fenë e tyre kanë shku edhe janë mbyllur me një shpellë atje ku Allahu subhanahu taala i la aty për disa vite. Thot Allahu në Kur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin disa djemë të rinj që e kanë besuar Allahun subhanahu taala, edhe na vetë ja shtuam udhëzimin atyre. Ibn Kathiri Allahu mëshiroft në lidhje me komentimin e këtij ajeti thotë se Allahu i përmend të rinjtë e shpellës sepse rinia e pranon të vërtetën më shpejt se sa plegjve të cilët janë të zhytur në zakone. Me një djalë të ri mundesh me punue më shpejt, pa dashur me i nëshmu kategorinë tjetër, pa dashur me i ul kategorinë tjetër. Porse me një djalë të ri mundesh me i shpjeguar gjëra më ndërlikuar të feja që janë më shpejt se sa me një i vjetër i cili tash ka filluar me lexu për fejen. Të vjetit të cilë janë të zhytur në disa zakone, është probleme janë ndryshu ato, edhe prandaj nuk tentoj për me ndryshu të ato. Me një djalë të ri mundesh me punue më ndryshe, edhe prandaj ardhmëria edhe e umetit, porse edhe një popull i tërë është të djelmoshat e ri. Imam Taberiu Allahu mëshiroft thotë se ata djemë e kanë lënë luksin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Imam Begawi përmend se kjo tregon se udhëzimi i vërtet është dhuratë për zemrat e pastra. Udhëzimi i vërtet është dhuratë për zemrat e pastra. Disa më thonë po e kanë berretin, e kanë kohën tash edhe mashtrohen. Nëse që ky djalë i ri vazhdon me u ka për fjalën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu si problem i këtij udhëzimi ja jep një zemër të pastër atina që për mos me devijue. Si problemi i këtij udhëzimi, Allahu subhanahu wa taala i ruan zemrat e tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Shfryzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Për tyre përmend wa shababaka qabla haramik. Edhe shfrytëzoje rinien tënde para se me të ardhën pleqëria. Dije se Allahu subhanahu wa taala ka me të pyetur ty se për energjinë tënde. Energjia e rinia sot kanë energji të mëdha. Ku e kalon ato në mëkate, në lojra koti, apo në humbje kohe të cilën ata nuk e din se çka janë duke bërë. Vazhdo vllai dashur se rinia kalon shpejt. Dije se kjo kohë të cilën je tash, këtë gjenerat, këtë periudhë të cilën je tash, kjo ka me kaluar shpejt. Edhe shpejt do vinë vite tjera. Sot e ke forcën për nesër mund të mos kesh. Sot i kije mundësit për qëllime e nesër mundesh mos me i pasën. Që mos me i rati nesër pishman, për që të ditat e cilë duke i kalu tash vazhdo edhe shfrytëzoj tash. Sot mundesh me bue sejdë, sot mundesh me ardhën xhami, sot mundesh me fal namazin 5 herë në ditë, përse nesër secili prej neve kena më konë në varret tona. Nesër në varret e tona, secili prej neve kena me dhënë llogarinë te Allahu subhanahu wa taala se për shkak kemi jetuar. Se për ku e kena kalu kohën tonë. Prandaj një rini herë për herë thoshte se kur e dëgjoja ezanin, vazhdon të thonë se kam kohë. Hajde se e falit ana. I ri jam ta shfrytëzoj kohën tem, kam kur më falën. Derisa një herë për herë isha me një udhtim me shokun tem, edhe dashur Zoti na sprovoi me një aksident tonë. Në aksident shoku jam ndroi jetë. Në aksident shoku jam ndroi jetë, te dyti na kontri. Aty thot me nëva me, aty vazhdova me mendu për jetën tem. Aty vazhdova me mendu edhe më kujtu ezani, më kujtu e namazi, më kujtu në disa pekshillave se ndoshta nuk kena me u plakën, ndoshta nuk e dina, se cili prej nuk e dina se kur kena me vdekën. Edhe vazhdon aty me udhëzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sa pe djemve të rina sot i kena, thonë, si që ta si mos knaqna, kur ka më knaqën e? Që ta si mos ta shfrytëzoj këtë kohë, kur ka më shfrytëzuar në këtë kohë? Askush nuk thot që me ta kufizue kohën ty. Askush nuk don që ty me t'i kufizue drejtat e tua.
ti mundesh me jetue prapë si don, vetëm se duke ju përmbajtur asajna që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala edhe ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Edhe dije se njeri nuk e din, nefsi nuk e din se në cilën tokë, në cilin vend ka me e zonën ndeka. A kena me dek sot, apo nesër, apo mas 20 viteve, askush prej neve nuk e ka sigurt. Problemi tjetër është humbja e identitetit. Pritet tonë sot ju vjen marrë me kallëzu se për cilit vend është edhe që është musliman. Humbja e identitetit vazhdon me u turprue për namazit, vazhdon me u turprue të rejat, vajzat me mbulesën islame, vazhdojnë me u turprue me moralin edhe me xhamien. Sot një djalë i tri i vjen marrë me kallëzu që kështë xhamia. Që kjo është humbje e identitetit. Që kjo është rrezik i identitetit tonë si musliman që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Islami ka filluar si i huaj, edhe ka mu kthyer si i huaj, fatuba lil ghuraba, edhe përgëzime për ata të cilët janë të huaj. Një herë për herave njëri vazhdon me treguar për gjendjen e vet, vazhdon me treguar për hallin e vet. Tha kur ja nisa me u fal, ja nisa me shkuar në xhami, shokët ja nisën me bëu hajgare me mua. Që erdh ky hoxha, erdh ky haxhia. Veç se ja komunistën me i falë 5 vakte, ata fillun me u përqesh edhe me u talë me muhe, derisa erdh dita unë me u mshelën në shtëpi. Që kjo është bullizimi edhe turprimi të cilën e kanë sot djenë të ri edhe pejsprohet të cilën kanë djenë të ri sot. Sot na duhet me i marrë ata nga veti. Sot na ata duhet me punue. Edhe duhet me ja tregu atyre, me ja forcu identitetin e tyre, me ja forcu imanin e tyre, që nesra me e thonë me krenari që kesh të xhamia, nesra me e thonë me krenari që e fala xhumon, nesra me e thonë me krenari po unë jam musliman. Edhe mos më u turpërue për kësaj pse kjo është prejara jonë i sigurt. Kjo është prejara jonë e saktë, edhe nuk mundja me u shndrue në diçka tjetër Allahu na ruaj prej sajna. Sot tritet tonë kanë luksin e tepërt. Telefona për më të fundit, veturat për më të fundeve, muzikën në kupçillës, ndjekës të shumë në rrjetet sociale, por pak prej tyre e kanë qetësinë në shpirt. Pak prej tyre me gjithë këtë luks që cilën e kanë qetësinë në shpirt. Dije vëllai i dashur se qetësia në shpirt, qetësia në zemër nuk e bën as ndjekësit e shumë të cilët i kin rrjetet sociale, as luksin e tepër të cilën ti e kije, as vetura e shtejtë, as telefoni i fundit, por se qetësinë e bën vetëm kur balli jot prek në sejdë para Allahu subhanahu wa taala. Tjetër gjë, kur thotë Ibn Kathir se zemra nuk e gjen rahatien vetëm se duke i bërë dhikr Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë Imam Taberiu se kush largohet nga Allahu jeton në ngushtësi edhe nëse e posedon këtë dynjën. Edhe nëse këtë dynjën e ke në dorën tënde, prap e ke gjoksin e ngushtë për gjunave dhe për gjërave të kota të cilat ti vazhdon me veprue. Tjetër shkak që vazhdon me pasën si sprovë e rinjës tonë, edhe me i deviju ata për rrugës Allahu subhanahu wa taala, është shoqëria e keqe. Cila është shoqëria e keqe? Shoqëria e keqe është ajo shoqëri e cila thirr ty për harame. Hajde se vetë sonte i tonë muzikë kur çdo zbohet nesër apo shkon te xhamia, po vetë sonte be pijeni gocë kur çdo nesër apo kimë marrën adres. Vetë sonte be bojna vetë sonte edhe kështu vazhdon vetë sonte edhe përfundon varr edhe përfundon para Allahu subhanahu wa taala. Çka i thon nesër Allahut? Çka i thon nesër Allahut për çeto vetë sonte? Çka i thon nesër Allahu subhanahu wa taala po veç çet muzikë pengoj? Çka i thon nesër Allahu subhanahu wa taala po veç çet gotë pita? Çka nëse në qatë moment ty e zënzekja? Çka nëse në qatë moment ki me dalë për Allah subhanahu wa taala? Këta këtu duhet me imenue se cili prej neve për çdo vepër të cilën e bojnë. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El mar'u ala dini khalili." Njeriu është në fenë e shokut tina. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Edhe le ta shikon se cili prej juve se kam po e merr për shok. Sa të rinj sot janë shkatruar edhe kanë vazhduar me humb veten e tyre, e që fillimi ka qenë shoqëria e keqe, edhe shoqëria e larguar prej rrugës Allahu subhanahu wa taala. Të gjithë ju e dini rastin e Musab ibn Umairit. Musab ibn Umairi ka qenë një djalë i ri prej Mekës. Ka qenë një ndër më të pastërt e të rive në Mekë. Por se kur e ka pranuar Islamin, e kalon këtë atë pasuri, atë pozitë, atë famë të cilën e ka pas në Mekë, edhe ka bëjë hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, këta këtu veç për hir të Allahu subhanahu wa taala. Sot na nuk kemi duke kërkuar për trive tonë që me e lën pasurinë, edhe me e lën në pozitën të cilën e kanë, edhe me e lën shkollën, edhe të gjitha ato të tjera, por vetëm jeni duke kërkuar që dije vëllai i dashur se rrugën të cilën e ki Allahu subhanahu wa taala mbi kokën tënde. Fjalët e cilat i bën, i thua:
Veprat të cilat i bën, dije se ki në melek që i regjistron ato, edhe për gjitha ato kemi dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Rinia jon vëllezër nuk ka nevojë tash për kritik, me vazhdu edhe me kritikue edhe në junajt në përmi kry atyne. Porse, vazhdo që më ukon atë më shërshëm me ta. Me i thirr ata në udhëzim të Allahut subhanahu wa taala, edhe me vazhdu e me i përkrah, edhe nëse nga njëherë janë gabim. Kjo është e rëndësishme. Pse? Se gjenerata apo periudha e cila vazhdojnë me jetu ata nuk e pranojnë gabimin. Nuk e pranon gabimin, nuk e pranon kritikën. Do të me gjetë mënyrën se qysh me ju fol atyre për me ju udhëzu edhe me i prue te rruga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në pyetyrë tha wa shabun nasha fi ibadatillah, në ditën kur Allahu subhanahu wa taala ka me i fush 7 kategori të njerëzve në hijen e arshit tina, kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit Allahu subhanahu wa taala, është një kategori është wa shabun nasha fi ibadatillah, edhe një djalë i ri i cili e ka dhënë veten e tij në mas adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Në kohën e fitnëve, në kohën e epsheve, në kohën e mëkateve, një i ri i cili e ruan fejen e vet, e ruan moralin e vet, e ruan veten e tina, ka pozitën e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Një i ri i cili është zhytur në harame, një natë dëgjon një herë dëgjon ajetin e Allahut subhanahu wa taala, thotë alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, ja nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen para Allahut subhanahu wa taala. Tha isha duke ndëgjuar muzikë. Edhe menoja që jam duke argëtuar në maksimum. Moment kur e kom bërë scroll telefonin të poshtë, më ka dalë ky ajet. Ka dalë ky ajet edhe kom vazhduar me dëgjuar deri në fund edhe me lexuar deri në fund. A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen para Allahut subhanahu wa taala? Thot aty thot vetëm ka ndryshuar gjendja jam për një herë. Edhe kam vazhdu, kam shku, kam marrën abdes, edhe kam fol 2 rekate si pendim te Allahu subhanahu wa taala. Prej aty ka filluar me ndryshuar gjithë jeta, edhe kam ndje qetësinë edhe qirimin në gjoksin e tina. Sa pejtrive tonë sot kanë nevojë që me ja u thonë atyre këtë ajet, edhe me vazhdu e me ju tregue rreth këtij ajeti që zemra jote sot ka nevojë për me u përulën para Allahu subhanahu wa taala. Mos mendo se vetëm ushqimi dhe rrobat mjaftojnë. Dije se mesazhi kryesor për prindrit e cilët do të më dhon na nuk është se ti më siguro fëmijës tonë veç ushqim të bollshëm, rroba të mira, një telefon të mirë dhe këta këto gjëra të luksit. Kontributi më i mirë të cilin ti ja jep sot fëmijës tonë është me udhëzu atë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sot shumë prindër ju japin fëmijëve internet, telefona, para, porse pak prej tyre ju japin Kur'anin. Pak prej tyre ja japin namazin. Pak prej tyre ja japin këshillat e Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj mesazhi është i cili o ju të rinj, mos vazhdoni me shkatërruar rinin e juve derisa një ditë për ditë keni më hirapi shmën për të dita. Sepse një ditë flokët kanë më thye, një ditë për ditë pleshia do të vjen, forca ka më u largue, shokët që i kije tash që ta rrehin shpinën, një ditë për ditë edhe nuk kime i pasën nga veti, edhe kime e pyetën veten se vetëm çka ke bë para Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu, yawma la yanfa'u malun wala banun, ditën kur nuk do të bën dobi as pasunia as fëmijët, illa men ata Allah bi qalbin salim, vetëm ata të cilët kanë ardhur te Allahu me zemër të pastër. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me udhëzuar rinin tonë në rrugën e tij. Ne lutim Allahun subhanahu që më na ruaj gjithë neve imanin edhe mos më na mundsu Allah me dek ndryshe vetëm se duke qenë besimtar në fenë e tina. Aqulu ma tasmauna wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.